Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Avokatët mbrojtës së ish presidentit Kosovës Hashim Thaçi përmbyllin fjalën e tyre ndaj akuzave për krime lufte ndaj ish krerëve të UÇK-s. Luka Mishtetiç deklaroi se ish presidenti i Kosovës është i pafajshëm dhe kjo është piknisja për nga ku duhet të merret vendimi. Me lejo të filloj të ndëruar gjykatës duhet thënë se Hashim Thaçi është i pafajshëm. Kjo është piknisja juaj kur të filloni komendimet për marrjen e vendimit. Ne e dim që në këtë pikë ai ishte në të procedurës ai ishte i pafajshëm, pasi ligji ju kërkon juve që ta prezumoni ato të pafajshëm. Mbesoni apo jo, kam dëgjuar kryetarët e tribunaleve ndërkombëtar të japin fjalime ku e keq kuptojnë këtë gjë. Ata thonë konstatimi i pafajësisë nuk do të thotë që ne kemi thënë që ai është i pafajshëm. Kjo mënyrë mendimi keq kupton procesin e tërë të gjykimeve penale ndërkombëtare. Përpara ju keni 4 burra meshkuj, për cilët ligji thotë se duhet i prezumoni të pafajshëm. Mishtetiç hodhi poshtë dhe pretendimet e organit akuzues se ndërkombëtarët ishin të painformuar mbi zhvillimet në Kosovë. Probat e këtyre dëshmitarëve ndërkombëtar rikonfirmohen në mënyrë të fuqishme nga dëshmia e zyrtarëve të lartë të UÇK-s, persona nga brenda të cilët ju i dëgjuat dhe të cilët shprehen të njëjtën pikpamje siç ajo e dëshmitarëve ndërkombëtar, dhe ata ju thanë gjithashtu se Hashim Thaçi nuk kishte të bënte fare me ndonjë politikë të pretenduar për shënjestruar të ashtu quajturit kundërshtar, për të ndaluar civil, për të keqtrajtuar civil. Ju dëgjuat nga komandanti Rustem Mustafa Rremi. U shpreh avokati ish presidentit Kosovës Luka Mishtetiç. Këshilli i ambasadorëve shqiptar shpreh shqetësimin për zhvillimet e fundit në gjyqin e Hagës ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këshilli thotë se narrativa rrezikon të dëmtojë realitetin historik dhe juridik të luftës Kosovës. Njëkohësisht, shprehet se barazimi i agresorit me viktimën përbën fyrje për popullin e Kosovës dhe alatët perëndimor që ndërhyjnë për të ndihmuar. Për kraj shkrerëve të UÇK-s është treshtuar dhe nënkryetari i lëvizjes Vetëvendosje. Glauk Konjusa është i bindur se gjykimi i tyre në Hag do të përfundojë me shpalljen të pafajshëm, duke theksuar se sipas tij UÇK-ja ka qenë ushtri çlirimtare dhe populli i Kosovës ka paguar çmim të lartë gjatë luftës. Ai ka bërë të ditur se ka aplikuar për qenë i pranishëm në sallën e gjyqit në dhomat e specializuara në Kosovë në ditën përfundimtare të procesit, ndërkohë që Konjusa u shpreh se askush nuk mund ta ndryshojë atë që i quajti të vërtetë historike dhe se për luftën sipas tij ekziston uniteti gjeopolitik dhe shoqëror në Kosovë. Për atë që kemi kalu bashkë për sakrificat, për luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, këto kërkosh nuk mundet me na hinë mes neve. As partive politike, as popullit tonë. Se populli ka bu luftën dhe ato personalitetet që i kemi në Hagë, ato kanë qenë në krye të luftës. Konjusa tha se personalitetet që ishin në krye të luftës nuk kanë qenë aty për krime dhe se ushtria çlirimtare e Kosovës ka dhënë dëshmorët e saj, ndërsa populli ka pasur mbi 12.000 të vrarë, përfshirë fëmijë dhe gra shtatzëna. Dhe kjo është e vërteta e historisë tonë. Kush do me ndryshu këtë vërtet? Kush do që mundohet me godit atë? Unë mendoj që do të humbë. Dhe shpresoj e uroj që të gjithë ata që po gjykohen në Hagë do të dalin të pafajshëm. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partitë politike në Kosovë kanë arritur marrëveshje për seancën konstituive të Kuvendit. Krye parlamentare Dimal Basha vlerëson se fillimi i seancës do të përkojë me përfundimin e fjalës së mbrojtjes së ish presidentit Kosovës Hashim Thaçi. Në respekt të asaj që po ndodh në Hagë, të gjitha subjektet, liderët të subjekteve politike kanë pranuar që mbledhja e seancës konstituive të mbohet në ora 17 dhe pastaj të vazhdohet me votimin e qeverisë. Pra, seanca do të bëhet nesër në ora 17 me konsensus, pra me pajtueshmëri të gjitha subjekteve politike, propozim kjo që ka ardhur nga nënkryetaria Çitova. Seanca do të vijojë me miratimin e kryetarit dhe në blok të 5 nënkryetarëve të rinj të Kuvendit. Ka pas konsensus për raportin, ka pas konsensus për votimin e kryetarit, ka pas konsensus për votimin e pakët të 5 nënkryetarëve dhe ka një dakordim, një konsensus mbrana kësaj mbledhje, që më vjen shumë mirë të them edhe një herë që do të bëhet votimi në pakët e 5 nënkryetarëve, ku pritet themelimi i institucioneve të Kosovës sa më shpejt. E drejta për të propozuar kryetarin i takon subjektit fitues të zgjedhjeve, Lëvizjes Vetëvendosje. Në zgjedhjet e mbajtura më 28 dhjetor, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 57 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 15,
dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6. Nga 120 deputet që përbëjnë Kuvendin e Kosovës, 20 janë të garantuar me kushtetut për komunitetet jo shumicë që jetojnë në vend. Nga këto 20, 10 janë të garantuara për përfaqësuesit e komunitetit serb. 9 prej tyre do të ketë lista serbe, një Nenad Rashish nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. 2 ulse do të zënë deputet nga Partia Turke Demokratike e Kosovës, kurse nga një ulse kanë fituar partitë e tjera të komuniteteve jo shumicë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.